vjetë hoqë, e kemi një pyetje që në ka ardhur. Allah thot, Assalamu alaikum hoqë nderuar. Gjatë gjithë këtij muaji që përkuar të Ramazanit, ju keni qenë pranë xhamatit në çdo moment. Në taravih, ligjërata, namaznate, itikaf dhe shpërndarje të litrave për skanor dhe hetima. Kjo ka bërë që edhe xhamati të jetë shumë i lidhur dhe aktiv me ju. Tanë që po afrohet fundi i Ramazanit, si ndiheni për këtë përjetim me xhamatin dhe çfarë këshille do i jepni që kjo dashuri për ibadete, ky bashkim dhe këto vepra të mira të mos ndalen edhe pas Ramazanit. Allahu ju rujt hoqë nderuar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Ka dëshim se falënderimet e ka Allahu subhanahu wa taala për krejt begatit edhe që na ka mësu Allahu subhanahu wa taala në rrugë ibadet. Nëse në fillim të Ramazanit e kemi përmend se vetëm atyre që u mëson Allahu subhanahu wa taala me bëj ibadet, ata adhurojnë dhe madhrojnë Allahu subhanahu wa taala. Ramazani ka disa ibadete më të veçanta. Dihet se në këna mundësi më konë mas Ramazanit sigur më konë Ramazan, se në Ramazan më konë më mirë. Edhe ibadete ka pas më shumë, elhamdulillah. Por me ato të cilat janë të domosdoshme, duhet me vazhdu gjithsesi prej besimtarëve. Me ato që janë farze, që është namazi kryesorja, këshilla është me vazhduar me kujdesin që duhet me pas mas Ramazanit me namazin. Më thënë namazi është kryesori ose shtylla më madhore e Islamit është namazi. Dhe mas Ramazanit, mas shumti që duhet me i kushtuar kujdes është namazi. Pastaj kushtohet me përcjell Ramazanin me 6 ditë Shevalit, është për suneteve të forta të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj kush mund të agjërojë ditëve tjera, ditëve të hane, ditëve 13, 14, 15, gjithsesi ditë muaj, është begati kush mund të memori ato. Edhe kush mund të fal namaznate, her pas here, edhe pas Ramazanit. Nashta jo në nivelin që e kemi pas në Ramazan, po me pas pjesë, edhe me sadaka. Mos më met vetëm me sadakat e Ramazanit, po me pas edhe aktivitete tjera. Ma kjo është një këshill që duhet për vetë edhe për juve, kurse sa për jetimet e alhamdulillah, falënderimet e kanë Allah subhanahu wa taala në kret Ramazanin, nuk ka pas një kohë veç se ka qenë inshallah me ibadet. Duke fillu prej më shumë se 13 qyteteve me iftarët mëdha, alhamdulillah. Edhe me u kërkua Allah të vllazëve se të kërkosh të mund të shkuan në iftar në familje, të kërkosh hiç. As të vllazit e vet, familjes as të motrat as kërkon, edhe të shtëpia i këmbon edhe atren fillim sa veç në kalu dhe tjertë se koha kom, ose dëshira kom edhe syfyret se ka ndodhur edhe iftarës se ka ndodhur edhe kjo. Është për begative të Allahu subhanahu wa taala. Një çështje tjetër që është për me i falendrua dhe me bondote Allahu subhanahu wa taala, e në dhe xhamar tjerë që na kanë ndihmuar gjatë gjithë kohës. Hoxhën në nare kemi pas pak në fillim, smut edhe alhamdulillah që Allah subhanahu wa taala ka shëruar. Hoxhën e Ridan, i cili ka vazhdimisht. Hoxhën Valan që na ka ndihmuar në edhe në të fundit. Pastaj Hafuza Tren, Ammorin, Muhammedin, Jusufin, gjithë domethënë u kanë një begati e madhe Allah subhanahu wa taala që gjithsesi libertimi ka dhënë kontributin e vet në çështjet e namazit, edhe Jasiri Vukshim një herë ka dalë në akşam, edhe
ka qenë derën për namazet e tjera. Kurse vllazit tjerë që që kanë shërbyer gjatë gjithë kohës edhe tash me përgatitjen e sadakatul fitrit me shpërndarjen pej mas dreke kur ju nis disa vllaznin këtu tash namaznate të rresë për qytetet të i lyp me quhe shtëpi për shtëpi të quhe edhe pjesë zeqatit në pare edhe të quhe harç pjesë sadakatul fitrit dhe tjera e që kanë me punu edhe nesër me siguri edhe natën edhe derisa ta falmi namazën e Bajramit, aktiviteti ka me vazhduar, edhe pjesa e ligjëratave edhe gjitha, Allah subhanahu wa taala i shpërbleft të gjithë ata që kanë kontribuar. Nuk ka diskutim mes kësaj me bërë gabime, për cilën më personalisht i kërkoj falje Allah subhanahu wa taala për gabimet, se gabimet kemi bërë kur kemi fol, gabimet edhe në aktivitetet e tjera, por e lusim Allah subhanahu wa taala që gabimet më na falë, se gabimet e qëllimshme nuk ka pas. Nëse ka pas diçka që kone pa qëllimshme, Allah subhanahu wa taala falë edhe më shëron. Tjera gjitha duhet me lutë Allah subhanahu wa taala se Allah u ja jep njerëzve mundësinë. Ose ja jep muslimanëve mundësinë. Kush do me kontribu për fenë Allah. Nëse ja jep në hakun ose nëse jap me hakun, Allah subhanahu wa taala na jep atë që e meritojnë. Nëse ja shtim hilen, Allah subhanahu wa taala shtim hilen zemrat e tona. Atë Allah subhanahu wa taala فلما زاغوا زاغ الله قلوبهم. Kur e ka shtim hilen në fe, Allah ja ka shtim hilen në zemrat e tyre. Kjo është çështja e parë për cilës duhet me pas kujdes. Veprat të cilat i bojnë, nëse i bojnë për hir të Allahut i bojnë. Nëse sa për hir të Allahut nie krejt, mos e bëj. As ders, as Ramazan, as iftar, as sadaka, as kujt. Nëse sa është për hir të Allahut nie krejt, është më mirë mos e bëj hiç, se sa më bë me një tjetër. Çështja e dytë është me lutë Allahu subhanahu wa taala që më ne vazhduam mos më ndru për shkak se nëse ka sjell Allahu subhanahu wa taala ajetin Kur'an, nëse nuk e japni hakun, Allahu subhanahu wa taala shumë let më zëvendësu me tjerë, cilët ja japin hakun gjitha çështjeve të cilat janë fetare. Për këtë falënderimet e kanë Allahu subhanahu wa taala. Duat e lusim Allah subhanahu wa taala që na i këtë pranuar namazet e ibadetet e gjitha njerëzve që kanë takon me falendërue që i kemi përmend ata që si kemi përmend që janë shumë për të gjithë falëndrimi më i madh është me lutje Allah subhanahu wa taala që më shpërblyej edhe ata që kanë në kom namaz dhe ata që kanë gjithase shumë ka pas aktivitet alhamdulillah e lutem Allah subhanahu wa taala që më na forcojë dhe më tepër derisa të jenë shpirtat në trupat e tonë në shërbim të fjalës së Allahut dhe fjalës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po shar hoxha edhe një pyetje, do thotë hoxha ka mundësi të jetë Ramazani 30 ditë këtë vit. Allahu shpërblet. Aleikum selam wa rahmatullah. Ka mundësi më vonë Ramazani 30 ditë. Gjithmonë në hadithin e saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë Ramazani ka 29 ose 30, gjithmonë. Nuk ka mundësi me pas 28, as nuk ka mundësi me pas 31. Fillohet me të pamërit e honës, përfundohet me të pamërit e honës. Për neve, të mërkurët me mramje, është e mundshme me pa honën. Nëse shihet hona të mërkurët në mramje, ne i bëjmë lajmërimit edhe Bajrami falet tejtën. Nëse nuk shihet hona të mërkurë në mramje, Bajrami për neve automatikisht bëhet gjumon se s'ka mundësi ma ndryshe. Ka mundësi nëse hona shihet mas ditës 29, e që dita 29 është nesër, e mërkurë. Nëse shihet hona në ditën e 29, o plotësu muji dhe dita 30 është Bajram. Nëse nuk shihet hona në ditën e 29, do të me plotësue pa tjetër 30 ditë. Për shkak të hadithit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe kur agjërohet dita e të plotësohen 30 ditë dhe dita xhumë është dita e Bajramit. Çdo që të jetë, ne kemi me bë përpjekjet që me mri sipas asaj që ka udhëzuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka mundësi më kon Bajramit të ejtëm, ka mundësi më kon edhe të premten. Dhe kjo të besimtar, nuk do të shkaktu kur farë
paqartësie, kur pa rregullësie. Për shkak se muji i honës mundet mi pas 29 ditë, mundet mi pas 30. Kur i ka 29, kur i ka 30, nuk e di kërkush përveç Allahut. Ato ajo bëhet e ditur pastaj për njerëzit mos që të shihen se i ka pas 29 ose si ka pas 29. Wallahu a'lam wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Fastaghfiruhu li kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.